Hoxh Uvejs Ramadani. Çfarë kuptimi ka emri Uvejs? Emri Uvejs është emër arab, vjen si zvoglim i emrit Eus, se kështu është gjuha arabe, për shembull emri Abd zvoglimin e ka Ubejd, e kështu me radhë. Vjen si zvoglim i emrit Eus, që do të thotë bekim, dhurat. Po është bëj njohshëm ky emër me tabiinin e njohshëm ose të mirë njohur Uwais el-Qarnin. Uvejs el-Qarni, po. Që vjen nga Jemeni, Po. nga fisi Qarn. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndëgju për veprën e këtij personit. Uwais el-Qarni ka qenë i njohur me disa tipare. E para ka qenë çështja e bindjes ndaj Allahut, përkushtimi ndaj Allahut dhe adhurimi. Ka qenë shumë përkushtuar në adhurim. E dyta ka qenë respektimi i prindërve. Bile nëpërmjet kësaj veprës është bëj njohshëm në mesin e sahabeve. Saqë dëshira e madhe e flakt, normal si çdo person që ka dëshirë të atakon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe më e madhe dëshira është kur ti e din se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gjallë në një vend të caktuar, e ti nuk ke mundësi me shku me taku për shkak të një veprës që ti jetu e bën vazhdimsi. Cila ka qenë kjo vepër? Kjo vepër ka qenë kujdesi i madh që ka pas ndaj nanës së tij të sëmur. Ka pas nanën e sëmur dhe të moshume, e kujdesi ndaj nanës vet nuk ja ka mundsuar që të shkon ta viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, se u ka dashur me lënë vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë vesh për këtë person. Edhe i ka lajmëruar sahabit, veçanërisht Omerin radhiyallahu anhu, se ka marrë një fis prej Yemenit, fisi Qarn, e në mesin e tyre ka më qenë Uwais el-Qarni. Nëse ju e takoni këtë person, luteni atë person të bën dua për ty, nga se Allahu ka më përgjigj duajës. E ky person ka shkuar në Medinë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në khilafetin e Omerit radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu takohet me të. Po madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të dëshmuar se është pejgamber, ja ka tregu edhe se si më e njoft këtë person. Ka thonë në shpinën e tij janë disa shenja nga një sëmundje që ka pas më herët, ka bë dua dhe e ka kuru sëmundjen, i kanë mbet shenjat në trupin e tij. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ofruar e ka lajmëruar Omerin radhiyallahu anhu se nëse e takon këtë person dhe i ka këto shenja, ky është Uwais el-Qarni. Uwais el-Qarni ka vdek në betejën e Sifinit, edhe ka shkuar si shahid te Allah subhanahu wa taala. Shkurtimisht një historik i shkurt për Uwais el-Qarnin, nga këtu vjen emri Uwais. Inshallah e gëzon gjithmonë. Amin ya Rabbi.